gjam, çështu ka ra. Gjami I poshtëm, jo po, do të tregu që nuk ka ra gjami I natë, sepse nëse ju më shtyni mua dhe bi me gjam komplet, atëre mund të ketë ka këtë shty kë. Jo të shtyhet kështu, sepse nuk bjen, po shdan vetëm shtyhet kaq kështu. Keni unë nuk jam të tregu që pja shkaktojnë një njohë, veti. Ja shkaktova, momenti që e prejkë që shtu dishta, I shkaktova 5 njolla veti. Endritnika të shpallet I pafajshëm nga këtë trup I gjykuar. Po si është e mundshme një vend normal, sepse duket që na vesh një vend normal nuk jemi. Shëndetje. Akuzuarit e ndritimit për shkak të veprës penale vrasje e rëndur nga niveli 173 paragrafi 1 pika 1 të KRK-s. Kësaj kolegjit do ta kryesojnë Gabriel Gogan Kushan, anëtarët e kolegjit janë gjyqtari referues me Top Hajrat dhe anëtari tjetër gjyqtari Ahmed Boti. A kemi vete për vetë kolegjit? Jo, nuk kemi vete. Atëherë në këtë seancë të kolegjit prokuroria e apelit numër, ki akuzuari e ndritmita, ndritë shëma. Mbrojtësi të akuzuarit e ndritmit avokatit Tomi Bashi. E dëmtuara Maria Magdalena Del Monte. Mungo. Përfaqësuesi I palës së dëmtuar avokat Bekim Shala. Po, zëja. Ju keni kontakte me ta, keni kontakte? Po. Janë Nuk, po, nuk kam pas mundësi. Funcioncën e kolegjit të drejtë është edhe përfaqësuesi I Eduardo Germane Amer Krasniq. Në këtë seancë të kolegjit do të shfrytëtohen ankesat e paraqitura nga Prokuroria e Apelit të Prishtinës, ankesa e përfaqësuesit të palës së dëmtuar, avokatit Bekim Shala, ankesa e mbrojtjes të akuzuarit të avokatit Tomi Bashi, të paraqitura kundër gjykimit të gjykatës së vendimit të Prishtinës, PKR numër 31-26-24-25. Si dhe përgjigja në ankesën e përfaqësuesit të palës së dëmtuar dhe mbrojtësit të akuzuarit të ndritmita avokatit Tomi Bashi. Andaj ja kaloj fjalën gjyqtarit të Perus. Faleminderit kryetare. Atëherë se qeni edhe në njohuri, gjykata themelore në Prishtinë, Departamenti për Krimet e Rëndë, sipas gjykimit të saj me numër PKR nere 31/2025, I datës 19/2/2026, ditë e shpalljes së gjykimit, të akuzuarin e ndritmikaj e ka shpallur fajtor, pas mbajtjes së shërtimeve gjyqësore dhe pasi ka administruar të gjitha provat e propozuara, si ato personale dhe materiale, për veprën penale vrasje e rënd në linjën 173, paragrafi 1, pika 1.3 të kodit penal, të njëjtin e ka gjykuar me dënim e burgim në kozgjatje prej 18 vitesh, I cili dënim do të ekzekutohet pasi gjykimit të merr formën e prerë. Në këtë dënim të shqiptuar, të njëjtit është për koha e kaluar në mosën e paraburgimit, nga data 01/08/2023 derisa gjykimi të merr formën e prerë. Me vendim të veçantë të datës 19/02/2026, të është vazhduar mosa paraburgimit, por jo më shumë se sa dënimi shqiptuar me gjykim. I njëjti është detyruar në pagesën e paushallit gjyqësor në lartësi prej 1.000 euro dhe në emër të fondit për kompenzimin e viktimave të krimit shumën prej 50 euro. Por e dëmtuar, në këtë rast është dozuar në kontest juridiko-civil. Në këtij gjykimi, në afat ligjor, ka paraqitur ankesë Prokuroria Themelore në Prishtinë, Departamenti për Krimet e Rënda,
vetëm se përket lartësisë së dënimit, me propozim që gjykata e apelit të miratoj ankesën si të bazuar për gjykimin të ndryshoj, vetëm se përket vendimit për dënim dhe dënimet e ashpërsuhet në proporcion me seriozitetin ekstrem të veprës penale, shkollën e lartë të pajisisë dhe pasojat e shkaktuara. Po ashtu, ndaj aktgjykimet e gjykatës themelore, ankesë ka parashtruar edhe përfaqësuesi autorizuar i palëve të dëmtuara, këto avokati Betim Shala, sa i përket lartësisë së dënimit, me propozimin që të ndryshohet aktgjykimi i gjykatës së shkollës së parë dhe të akuzuarit të shqiptuar dënim me burgim të përjetshëm. Po ashtu, në afat ligjor, kundër aktgjykimit ankesë ka parashtruar mbrojtësi të akuzuarit Hendrik Mikaj, avokatit Tom Roshi, i cili nga shpresat e lëndës shihet se është kyçur të baza ankesës në këtë çështje penale. Ankesën e ka parashtruar të gjitha bazat juridike, në për shkak të shkeljes esenciale të dispozitave të procedurës penale, vërtetimit të gabuar jo të plot të gjendjes faktike, shkeljes së ligjit penal, sa i përket vendimit lidhur me sankcion penal. Duke i propozuar gjykatës së apelit që të aprovohet ankesa e bazuar, të ndryshohet aktgjykimin e fjalë, të akuzuarit të shpallet i papajshëm, të lirohet nga akuza, ose gjykata e apelit të aprovojë ankesën, të anullojë aktgjykimin e lartë përmendur dhe çështjen ta kthejë në rigjykim dhe rivendosje në gjykatën e shkollës së parë. Ose që gjykata e apelit të ndryshojë aktgjykimin, të ndryshojë kualifikimin juridik të veprës penale, për të cilën i akuzuar është shkollë pajtor, dhe të shqiptohet dënim i burtë. Përveç kësaj, mbrojtësit e akuzuarit ka paraqitur edhe përgjigje në ankesën të cilën e ka parashtruar i autorizuar i palës së dëmtuar, këtë rast avokati Betim Shala, dhe ka propozuar që ankesat e autorizuarit e palës së dëmtuar të refuzohet dhe të vendoset sipas propozimeve të theksuara në ankesën të cilën e ka parashtruar mbrojtësit e akuzuarit. Krejt në fund, e kemi edhe propozimin e prokurorisë së apelit, të cilët kanë propozuar që të aprovohen të bazuara ankesat e parashtruara nga Prokuroria Themelore në Prishtinë dhe ankesat e autorizuarit e palës së dëmtuar, avokatit Betim Shala. Aktgjykimet të ndryshohet përkitazi me vendim mbi dënim dhe të akuzuarit të shqiptohet dënim më i rënd me burgim proporcional me peshën e veprës penale të cilën e ka kryer i akuzuari. Po ashtu kanë propozuar që të refuzohen të pabazuara ankesa mbrojtëse të akuzuarit, e po ashtu edhe përgjigja në ankesë të cilën e ka paraqitur mbrojtësit të akuzuarit. Drejtori është i shkruar. Faleminderit e nderuara kryetare, unë përveç asaj që e kom thënë në ankesë, konsideroj se nuk kam çka të shtoj më shumë, edhe mbes pranë ankesës. Mos kemi nevojë të përkthjesi në lavdua për ndërtimin e një projekti mes, jo mes, ashtu. Ose ndopa. Shëndetje, a mundem fillimisht marrë një kopje të përgjigjes së prokurorit të apelit? Ajo është në bazë të shkresë në koma. Është normale që ta kemë në kopje. Që nuk e parashet që t'jo të gojnë fare. Vesh nuk e parashet që është të ndaluar. Jo, nuk e parashet, një kohë në qenë se gjyqtarët nuk e shojnë të ashtë. Se ajo është dokument komplet, dhe nuk të jite, nuk e praktikojnë. Okej, do s'mencionat me këta, po besoj që është procedurë normale që ta palë të kenë përgjigjet apo ankesat e palës tjetër, sepse në rastet caktuar mund me qenë shumë të rëndësishme, nëse është e mundshme pas kësaj, pasi të përfundojmë, do është ta e bën një kopje dikush prej asistentëve të juaj. E bën atani me një herë, apo e bëjmë kopje? Nëse bën me një herë, me pasi është normali, po nuk është diçka e madhe. Okej, e nderuara kryetare e kolegjit, të nderuar gjyqtar, unë kam paraqitur ankesë të cilën kam dorëzuar me 15/5/2026, ankesa përmban 235 faqe, të gjitha dokumentacionin që ne kemi konsideruar të nevojshëm i është bashkangjitur kësaj ankese, dhe për këtë arsye unë do ta elaboroj vetëm shkurtimisht
atë çfarë përmban kjo ankesë. Sigurisht që në ankesën time ka dokumentacion, ka prova të cilat janë shqyrtuar gjatë gjykimit të shkallë të parë, mirë po provat kryesore janë që fatkeqësisht as prokurori dhe as gjykata në gjykimin e shkallës së parë, gjykatën themelore Prishtinë nuk i ka pas. Do të thosh ka ky rast tepër i çuditshëm dhe për mua është skandaloze se si është e mundshme që gjykata vendos lidhur me një akt akuzë të prokurorisë themelore në Prishtinë pasi ngru fare dokumentacion të nevojshëm për ta gjetur të vërtetën. Dhe që kjo lëndë ka shku, është gjyku tepër në mënyrë shablonike dhe është paksa e çuditshme provat shkencore që gjykata themelore Prishtinë i ka siguru, ka qenë vetëm një super ekspertizë që quajnë dhe ky term nuk është që damton shumë, për shkak se unë kam kontaktuar më vonë me prokurorin e rastit, unë kam menuar si avokat i ri në këtë çështje që duhet ekzistojnë spaku dhe dy ekspertiza të tjera për të qenë një super ekspertizë. Mirë po prokurori e ka sqaruar dhe besoj që duhet jemi falënderues që kjo është quajtur super ekspertizë vetëm për shkak të nivelit të këtyre profesorëve të fakultetit të inxhinierisë që ata e kanë emëruar ashtu dhe ekspertiza tjera mungojnë. Do thotë, unë konsideroj do të thotë që fillimisht mbetën tërësi në ankesën që e keni ju përballë jush dhe shumë shkurtimisht do ta elaboroj këtë në pika sa më shkurtme të mundshme për shkak se ne gjithë e dim që vendimi ju nuk pritet ditën e sotme, por në ditën e vjen kur ju e konsideroni të nevojshëm. Ajo që unë kam paraqitur në ankesën që ju vetë e keni, është edhe një ekspertizë shtesë e inxhinierit, zotit Ermal Macedonci, të cilin e keni dhe unë nuk kam pas mundësi ligjore tjetër, përveç se të njëjtin të angazhoj pasi që e ka marrë akt gjykimit dhe pasi që gjithçka ka përfunduar në gjykatën e shkallës parë. Ai ka sqaruar shumë çështje të cilat unë pas pak minutash apo kur vije koha do të thotë elaborimi do ta sqaroj vetëm shkurtimisht. Ajo që është risi dhe që dhe që nuk e keni ajo që është risi dhe që nuk e keni, do thotë nuk e ka askush deri më tani përveç prokuroria themelore në Prishtinë, unë kam paraqitur një kallëzim penal kundër pronarit të hotelit Sonoma dhe zotit Brahim Zeqiri dhe kundër djalit të tij, jo që është djali i tij, por që është menaxher i hotelit Sonoma me adresën e njëjtë ku ka ndodhur rasti tragjik, do thotë Fushë Kosovë, rruga Nën Tereza numër 34. Unë po ja dorëzoj këtë, me qenë se ju nuk e keni, në këtë kallëzim penal, i njëjti është dërguar prokurorisë themelore në Prishtinë me 9/6/26, departamentit për krime të rënda dhe direkt e kam adresuar tek kryeprokurori i prokurorisë themelore në Prishtinë. Po të thënë se është çështje tjetër kjo. Ne kemi objekt Po ju e di se keni. Unë veç po jap si normal si në prokuroria. Po juve që keni si pjesë shpresave të planit. Ne jepni besim njoftim. Besim njoftim, po gjë tjetër, për shkak se po kjo është vetëm për njoftim për ju, sepse kjo është adresuar për prokurorisë, por tash prej këtij momenti bëhet pjesë e shpresave të planit. Që me ditë që ekziston edhe një kallëzim penal ku i kemi identifikuar si persona përgjegjës për 4 vepra penale, do të thotë pronarin e hotelit Sonoma dhe menaxherin e hotelit Sonoma. Besojmë që ato 4 vepra penale për cilat kemi ngritur kallëzim penal, kyçemi direkt në çështjen tonë. po që kjo është kryesorja dhe besoj që ankesa të cilën e keni parashkruar për gjykimin të gjykatës shkallës. po është pjesë e ankesës edhe kjo, se është risi. Dhe sigurisht që unë s'kam e zgjatë, po tu pas parasysh që një vajzë e re ka vdek edhe një person padrejtisht është dënuar. Besoj që duhet me pas mirësinë me dëgju disa minuta. Në rregull është aty ku ke paraqit ankesë edhe ku kemi nevojë me çështjen e gjykimit shkallës parë. Po. Sa i përket kallëzimit penal, na njoftuar lidhur me kallëzimin penal dhe paraqitjen e 4 veprave penale, Po. që do t'i shqyrton prokurori i prokurorisë E themelore. qartë. Po. Tani na fokusohemi në çështjen e Po për me sqaru për një minutë. Sigurisht që kjo është drejtuar prokurorisë, jo juve. Po prej si momenti se unë kam mujt me vepru ndryshe. Ko mujt momenti që kam marrë njoftimin me numër të landës, me ndërzu përmes shkrimorës së gjykatës së apelit, edhe kishin efekti njëjtë. Por unë kam menu që mja sqaru shkurtimisht,
do të kallëzimi penal, është tash pjesë e kësaj lande që ju vendosni. Do të edhe unë nuk elaboroj gjatë çka ka në kallëzim penal, veçanërisht se shumica e provave janë faktikisht në ankesën për cilën jemi ditën e sotme. Kallëzimi penal është për shkak se ne konsiderojmë që përgjegjës për ngjarjen për cilën jemi këtu, e cila ngjarje ka qenë fatkeqe, ka vdekur një vajzë e re e Argjentinës e moshës 27 vjeçare. Nuk ka qenë për shkak të veprimeve të ndritnikës, po ka qenë për shkak se ka qenë krejtësisht në kundërshtim me dispozitat ligjore ky objekt i cili është faktikisht në ditën e sotme objekt banesor. Edhe ky nuk ka qenë kur hotel. Për këtë arsye është shumë e çuditshme. Qysh prokuroria e shtetit, e cila i ka në dispozicion me qindra hetues, nuk ka qenë në gjendje që fillimisht, siç e kam siguruar për mbrana një dite, ta bëjnë një kërkesë tek kryetari i komunës në Fushë Kosovë, edhe tek drejtori i drejtorisë përkatëse, të cilët mbrana një dite janë përgjegjë dhe kanë ndërzu krejt elaboratin që ky objekt veç hotel nuk është. Ky objekt ka fillu ndërtim pa leje, do të thotë dikun janë rreth 6000 metra katror. Vitin 2011 dhe ky objekt kur nuk ka qenë i legalizuar, ky objekt është legalizuar faktikisht një vit e gjys pasi që Klara fatkeqësisht ka vdekur duke rënë nga një objekt i cili nuk është hotel. Dhe arsyeja e vdekjes së Klarës nuk është klienti im. Ky nuk është fajtor. Fajtor është drejtori, respektivisht pronari i hotelit, për shkak se hoteli nuk është shtëpi, sepse edhe kur ndërton shtëpi, duhesh me pas parametra teknik. Mirë po kur ki hotel, do të thotë i cili është më tepër se 8 katë, edhe kur mysafirë shkojnë aty dhe bojnë pagesa, siç ka bëu pagesa Endritnika për 3 net, edhe kur fatkeqësisht për shkak të ndërtimit krejtësisht në kundërshtim me rregullat e ndërtimit, bjen faktikisht dritarja me gjithë kornizë, nga kati 6 është fatkeqësi të cilën duhet me anvesh vetëm pronarit hotelit edhe vetëm atij që e ka menaxhu. Do të thotë deri më ditën e sotme, respektivisht, deri kur ju e keni marrë këtë ankesë, askush prej sistemit juridik Kosovë nuk e ka ditë, se s'ka dash me ditë, që ky është objekt banesor. As ditën e sotme, edhe pse është legalizuar, më tepër se një vit e gjys, do të thotë është legalizuar saktësisht me 28 tetor vitit 2024, ky është legalizuar si objekt banesor. Edhe për ja dërgoj edhe pse ju e keni. Për me pa do të thotë banin me shumë gjësi, kur s'ka qenë hotel. Kur personat e caktuar që bojnë pagesë, shkoni edhe ju sigurisht, gjithë ne shkoj për arsye të ndryshme në hotele. Mirë po kur ajo është objekt i banimit, edhe kur nuk kemi asnjë dokumentacion se si është ndërtuar kjo fasadë, e cila fasadë e xhamit duhet ta zëvendësoj murin, do të thotë kjo është një çështje katastrofale. Këtë rast kemi të bëjmë faktikisht me shkelje esenciale dispozitave të procedurës penale për shkak se fillimisht përbërja e gjykatës në gjykatën themelore në Prishtinë nuk ka qenë siç e përcaktojnë dispozitat ligjore. E keni pas do të thotë seancën ku njëri prej gjyqtarëve ka mungu, do të thotë fare nuk është shënuar kush ka qenë gjyqtari tjetër i zavendësuar, meqense se ka qenë faktikisht të seancë që ka rifilluar dhe nuk është shkruar fare cili është gjyqtari. Do të cili gjyqtar ka marrë pjesë. Ne kemi një proces verbal, të cilin ju e keni, faktikisht, cilin nuk është e mu fare cili është gjyqtari i ri, vetëm është shënuar që gjyqtarja është avansuar në një departament tjetër me një punë krejtësisht tjetër, mirë po ne nuk e dim. Do të thotë përbërja e trupit gjykues ka qenë krejtësisht në kundërshtim me ligjin. Kur e ki përbërjen e trupit gjykues kundërshtim me ligjin, qysh është e mundshme me prit një vendim të drejtë edhe të lehtëshëm kur na nuk e dim cili ka qenë gjyqtari. Përveç kësaj, ju bot shumë mirë si trup gjykues. Ju paski sjell këtu përkthyesin i cili është prezant me klientin tim. Momentin e parë, por to është e pamundshme tash ta dëshmoj, që ky ka dhënë deklaratë tek prokurori i shtetit, meqense për shkak të situatës të jashtëzakonshme që është kriju pas rënies nga dritara të dashurës së tij, Maria Klara ky nuk ka qenë në gjendje fare të flasë. Për këtë arsye, policia nuk ka mund të jep deklaratë. Dhe pas shumë kohë, kur ka dhënë deklaratë tek prokurori i shtetit, kërkush nuk e ka kuptuar që ky nuk del mirë shit. Dhe unë po ju falenderoj që ju keni sjellë përkthyesin,
i cili është përkthyes specifik, nuk është vetëm përkthyes nga gjuha gjermane në gjuhën shqipe, por është përkthyes specifik për shkak se gjuha gjermane në të folur në Zvicër është shtrenjtë ndryshe. Shkruar është e njëjtë, mirë po është specifikat e saj, është përafërsisht sikur ne shqiptar, që kemi gjuhën e unifikuar të shkruar, mirë po secili flet në dialektin e tij. Që i bie që gjykimi faktikisht ka qenë jo efektiv për shkak mungesës së përkthysit. E keni në proces verbal të datës saktuar që gjyqtari në gjykatën e shkallës parë, kryetari i trupit gjykues dhe ai përdes, ka pranuar përkthysin e njëjtë. Mirë po kjo ka qenë dikun nga mesi i gjykimit edhe jo në fillim. Edhe gjyqtari është e shkruar, ka deklaruar që pse më herët nuk kanë kërkuar përkthys. Do të thotë ka qenë diçka që duket ka qenë e pakuptueshme, mirë po kjo çështje është që ju e zill. Shkelja esenciale tjetër e dispozitave të procedurës penale është se përjashtimi i kundërligjshëm i publikut. Si është e mundshme që interesi i publikut, ju veç po e sheni këtu në gjykatën e apelit i keni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kamera dhe i keni një 10 telefona që po incizojnë sepse është gjykim publik. Mirë po në gjykimin e shkallës parë ka pasur dhe ma tepër media për shkak të rastit tragjik që ka ndodhur. Gjykata në shkallë të parë ka përjashtuar, do të thotë publikun, me rastin dhënies së deklaratës së një dëshmitare, emrin e cilës nuk po e përmenim, me që kemi ndalesë ligjore, e cila ka punuar në recepcionin e HT. Dhe kjo dëshmitare, arsyeja pse trupi gjykues ka kërkuar përjashtimin e publikut, gjithë ti publiku për shkak se përmes tyne e merr vesh drejt Kosova, kudo që sepse rasti është tepër i rëndë. Për shkak se ajo deklaron si arsyetim, nuk ndihet mirë të i shkakton stres. Unë besoj që na të gjithë jemi stresuar, tu veç jemi prezent, sepse ne nuk e kemi të afërm unë. Se kam të afërm as Maria, Klarën, nuk e kam të afërm as Endrit, se kam të afërm as kanë. Por veç puna me shku në gjykatë, me dëshmu për një rast tragjik, të ramjes së një vajze të re, nga kati i 6, i asaj që e quajnë hotel e që është objekt banimi pa leje, është stresuese. Dhe interesi i publikut, në këtë rast ka qenë krejtësisht i cenun. Do të kjo shkelja tjetër, cilin besoj që ky trup i gjykues, ky trup i respektuar i gjykatës së apelit nuk mund ta tejkaloj dhe nuk duhet ta tejkaloj. Arsye tjera për cilat kemi paraqitur ankesë është vërtetimi i gabuar dhe jo i plot i gjendjes faktike. Do të thotë, për ta vërtetuar fajësinë, pa marrë parasysh sa dokumentacione ka landa është voluminoze, por janë disa pika të cilat janë kryesore. Dhe po filloj prej asaj. Do të thotë, ata të cilët quhen super ekspert, që kanë bërë një super ekspertizë dhe unë nuk po përdori termin apelus. Mirë po termi është sepse kështu e kanë emnuar. Do të thotë, nuk ka diçka që lloj averzion. Ata vetë kanë elaboruar, fillimisht e kanë përpilu një ekspertizë, e cila faktikisht sepse këta duhet me dëgju se ju e dini. Qysh është e mundshme në Kosovën e pas luftës, 27 vjet pas çlirimit, 18 vjet pas pavarësisë, tu pas krejt sistemin tonë juridik tonin, nuk është i huaj. Po lec, prokuror, gjyqtar janë damë, janë pjesë e jetës tonë, sepse kur shkon gjykati, fatin e jetës ja beson një gjykate. Edhe që pas një vit e gjys, para mendoni pas një vit e gjys, do të prokurori ka urdhëruar një ekspertizë që të bëhet. Ekspertiza e Universitetit Prishtinës, Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike, është bërë pas një vit e gjys. Përveç kësaj, po si është e mundshme një vend normal, sepse duket që na vesh një vend normal nuk jemi, që momentin kur ka ra dritarja me kornizë, xhami nuk është hyrë. Si është e mundshme që ta lejojmë, sepse unë nuk kam gjetë asnjë fakt që shkruan dikun kush ja ka leju këtij zotnis që ndërton objekt pa leje, e çon hotel, paguaj njerëz të ditë për me fjet aty dhe ai ndron dritaren. Po para më ç'a bën ai? Ai ndron dritaren e cila ka rënë në mënyrë katastrofale për shkak të lëshimeve në ndërtim. Dhe ndron dritaren pas një vit e gjys, do të kur shkojnë ekspert e Fakultetit të Inxhinierisë, ata e gjeni dritare krejtësisht tjetër. Dhe si është e mundshme që prokuroria, shteti jo, sepse edhe prokurori quhet prokurori i shtetit sepse e përfaqëson shtetin, që mos ta qet në shiret, edhe thjesht ta bllomboj atë derë të hotelit dhomën 403, që kjo dhomë të mos mund përdoret fare, derisa të bëhet një ekspertizë, 2 ekspertiza, 3 ekspertiza. Unë nuk po i përmeni rastet cilë të ju gjyqtar të nderuar i dini, ne kemi pas raste katastrofale,
Për shembull rasti Sopa, e kanë arrestu nanën me 2 qika, e kanë marrë burg mbi 6 muaj, prokuroria ka pretenduar që është vrasje, gjykata e ka përfunduar rastin që nuk është rasti i tij, janë liruar pa fajshme. Po si është e mundshme që mos bëmbohet kjo dhomë e këtij hoteli fatkeq, edhe famkeq? Si është e mundshme? Do thotë, kur kanë shku ekspert, kanë gjetë krejtësisht një dritare tjetër, mirë po jo dritare ata thonë të njëjtë në katët më poshtme që i kanë dhënë. Kanë gjetë në dhomën 403 një dritare, e cila tash është krejt ndryshe. I ka 3 gjama, dritarja me kornizë që ka raj ka pas 2 gjama. E gjenë me 10 bulona, që ne ende kanë njeri thëjmë shrafa, për me kuptu, do të 10 të cilët janë të qitur në mes të kornizës, dhe kjo është dokumentume, nuk pe thamon, këto e thojnë inxhinier, këta që kanë bërë super ekspertizën. Dhe i gjenë këto kanë qenë fatkeqësia. E gjenë faktikisht që mënyra e përdorimit është kështu. Ju e shihni për shembull që kjo pjesë ka qenë, kjo pjesë për ju e kam, jo për publikun. Kjo pjesë, sepse unë i kam bledë vendin e njëjtë, Alumet në Fushkësor. Ata që kanë ndërtu këtë pjesën e xhamit, fasadës xhamit të hotelit. Po të shihni sa është, lesisht se si është që del. Që kjo ka qenë. Këtë ndemi a fakturën, do të thotë që kjo ka qenë që është në këtë formë, faktikisht, për shkak të lëvizjes që ka qenë prej poshtë nal, ka ra korniza, paramenon e është tragjike me ra një kornizë e cila është dashur jo të shtyhet kështu, sepse nuk bjen, po është dashur vetëm të shtyhet kaq kështu. Dhe është vërtetu nga këta ekspert që të kanë marrë në qafë mas pari familjen e të ndjerës, pastaj e kanë marrë në qafë këtë djallë. Që deklarojnë këta ekspert, e paramenoj japin mësim inxhinierave, deklarojnë që lesisht bjen me përdorimin e forcës 27 kg këtë formë, jo shtyhet sa dush, para më kanë bërë humor. Thojnë, ne jemi 2 inxhiniera që kanë shku në vend ngjarjes. Njëri 120 kg, tjetri çfarë peshë ka pas, mbi të dhej. E thotë kemi shtyr sa një mund në ato pjesë. Nuk bjen, mirë po bjen lesisht me përdorimin e forcës 27 pesha, faktikisht 27 kg, fuqia e kësaj, mirë po eksperti tjetër, i cili është Ermal Macedonci, e ka vërtetu në mënyrë shkencore që jo vetëm me fatkeqësisht, që bjen me këtë forcë shtyse, por e ka vërtetu që bjen me forcën prej 9 deri 10 kg, që i bie nëse fëmijët e mi, nëse fëmijët e juj, nëse shkon dikush me fëmijë, jo me striturit, bjen dritarja e njëjtë nëse përdoret forca prej poshtë nal, për çfarë do lloj arsye, prej 9 deri 10 kg. Po që po e themi, sepse kështu na menojnë. E qenë se unë kam angazhu inxhinierin Ermal Macedonci. Mund tjetë perceptimi që ai ka punu, do të për me gjithë vërtetën si pas me, po thojmë që dikush mund me menu që është indikum. Po që nuk i besojmë Ermal Macedoncit ma, po i besojmë këtyre ekspertve që kanë qenë të vetëm, dhe këta e kanë konstatu që dritarja, respektivisht korniza, bjen me përdorimin e forcës prej poshtë deri lart 23 kg. Unë nuk kam ditë ndryshe, unë kam folë me dhjetra ekspert që i kam ftu edhe i kam konsultu. E që më ka ranë men, unë kam një kamen zyrën timi, i cili shkon prej lartë poshtë. Momenti që nëse ju keni, veç e prekni, e shtyni prej lartë poshtë. Do të kjo që i hapet me derë, aq le hapet. Por nëse e shtyni, jo me 120 kg, sepse kënë nuk i ka 120 kg, po plus 2 e 3 ekspert që kanë tentu me ato pajisjet e tyre, që me shty nuk ka ra, që i bie që ajo që ka qenë fatkeqësia, ka qenë montimi i gabueshëm i kornizës, i cila kornizë është e tillë, unë vetëm i kam bërë këto shigjeta që nuk i keni, do të për me pa, që është prej poshtë deri lart, që shtyhet, po ja nëse i keni, dhe që është shigjetën se keni në ekspertizë, dhe që këta ekspert faktikisht e kanë vërtetu, dhe na duhet ju besojmë diçka, e kanë vërtetu në mendimin e tyre profesional në fund, të thotë që ka qenë krejtësisht dritarët jashtë kushteve teknike të montuara. Do thotë si është e mundshme, është një gjë tragjike që ka ndodhur. Dhe e gjitha ajo prova kryesore që këta e kanë pas, por nuk e kanë përdorur.
Paramendon e ti ki ekspert të teknikës tonë, teknikë policisë tonë, nuk janë të huj, cilët shumë mire kanë bërë punën e tyre, e kanë fotografu. Por këta super ekspert, as ju ka shku menja për me pati shka, që faktikisht e kemi pjesën e poshtme të montimit të kësaj dritare që ka ra, e cila e keni në ekspertizën e juj, unë vetëm i kam shenu, e cila është me shka, është me beton. Paramendoni një dritare, e cila montohet ku pjesa e poshtme është krejtësisht me beton, edhe fare nuk e kanë marrë fransishme, e unë përja dërzë juve. Këto që janë trumlaksume janë tona, po fotografi është original. Do thot me vetë faktin që korniza nuk ka qenë e puthitur, nuk ka qenë faktikisht rrafsh, si që ka qenë pjesa tjetër, ka ardhur deri te kjo lëvizje. Deri te kjo lëvizje. Për shkak se ju po e shihni që këtu ka beton. Do thot ka beton, ka grimcat betonit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grimcat betonit. Edhe këta i injorojnë totalisht sepse do shta unë si pajsej kolekte një avokat, do shta dikush ka prirje që me folë vetëm aspektin juridik. Unë kam prirje që mi thirë, inxhinier, mjek, mjekësis ligjora, po këdo edhe merr një huri edhe thu para gjyqtarë. Dhe kjo nuk është ditë kur që ka mbetjet betonit. Këte e ka thonë edhe ka zbulu, që e ka zmallu faktikisht me këtë ratë që po i shihni Ermal Macedonës. Edhe këta super ekspert 3 nuk e kanë thonë kur, që i bie dritarja ka qenë krejtësisht në kundërshtim me rregullat të ndërtimit. Pjesa tjetër është thonë që sipas dispozitivit të aktgjykimit, sepse na kemi drejt më angurtash në aktakuzë. Dispozitivi i aktgjykimit është veç kopje e aktakuzës, që thotë një fjali që thotë gjatë përleshjeve, do thotë, unë po ja lexoj veç pjesën e fundit, do thotë. Dhe thotë, qendritni kam për lexoj pjesën e fundit. Ka vazhdua përleshjet e goditjet ndaj të dëmtuarës. Duke e dërguar në qoshe të dhomës, ati pse në qoshe, sepse pjesa tjetër është muri. Dhe kjo pjesë e xhamit duhet jetë është muri, kudo që shkonin qendra tregtare, po s'ki nevojë. Veç dilni kur dilni prej kësaj zyre, nëse dilni këtë pjesë, çaja pjesa e jashtme, janë çato korniza, ato janë muri për ne, për ju, janë muri që keni ndalje, s'ka nevojë me shku ndërtesa tjera. E ka dërguar në qoshe, ku nuk ka pas mundësi të largohet e dëmtuara, dhe nga goditjet dhe shtyrjet, qysh është normale do thotë kur njëjtën kohë ekspert thonë që jo me shtyrje nuk kanë mujt 2 vete peshave 120 kg me shtyr dritaren, thotë me shtyrje që i ka bërë të dëmtuarës, të ndjerës Maria Clara, e ka nxjerr kornizën. Tash kush e nxori? E ka nxjerr kornizën duke e hedhur të ndjerën nga dritarja dhomës të lokalit kati 6. Okej, është përshtru, për shkak të kësaj ka ndru jetë Maria Clara. Po qysh është e mundshme me menu këta ekspert? Fillimisht, e din gjithë, ju e dini mas miri. Maria Clara ka ra prej hotelit, e gjallë. Ndoshta kish mujt me qenë krejt tjera situata të imagjinunshme të prokurorisë, e që fatkeqësisht nuk do duhet i merrte gjykata. Ka ra e gjallë, një grue 27 vjeçare, ka ra e gjallë, jo e vdekur. Si është e mundshme që po supozojmë, me gjithë veç një objekt që këta, kjo është 27 kg e ranë, dritarja, sepse kështu ka thonë ekspert. Atëre ku i bie që e ndriti ka pas mundësi me nxjerr dritaren prej poshtë lart, me majt dritaren, falni për zonin, me majt dritaren me kornizë, me kap Marien, edhe me gjujt. Qysh është e mundshme? Nuk ka logjik cili njeri, kur na i kemi dimenzionet, 1 metër me 90, po ku ka njeri në botë, që instikti njerëzor, që e len me gjujt dikan në dimenzion 1 metër me 90, që provon më kap kështu, sepse është instikti njerëzor, na falë për. Është abnormale me menu pastaj që let jetë ky kriminal, let jetë ky inxhinier, let jetë teknik qysh du të qunës edhe pse kështu e keni qujt, jo, dikush tjetër. Po qysh është e mundshme kur kur e ka pa gjykata që këtu e kemi dritaren, kjo është dritarja. Po e shihni që e kemi shtratin i cili nuk ka lëviz, sepse këto janë të prim teknikës tonë, janë policisë tonë që definitivisht duhet më besu. Unë e kam matë këta, sepse është edhe në dokumentet juja, është 60 cm, ma pak. Po qysh është e mundshme? E kemi shtratin
e kemi këtë dollap, edhe nuk ka lëviz as jasteku, i cili është i puktave, nuk është beton. Paramendoni që nuk ka lëvizje, do të është të pamundshme, ama nuk ka të punë. Kja, do të qysh është e mundshme, po e shini dritarin që ka ra, po e shini që e kemi këtë komodin, këtë komodin, e cila nuk ka lëviz. Komodina është e komodinave të lehta, nuk ka lëviz shtrati, nuk ka lëviz komodina, nuk ka lëviz jasteku, po qysh është e mundshme nëse unë veç afrona qëto, ju më sujtani, nëse veç pak e lëvizi, shkruam ta mikrofonin. Po kur ti dikon dën me myrë, thjesht, me gjujt pej dritare s'ka ti të gjasht. Edhe Maria e ka ditë ku ka fjet, si ka fjet 2 net më herët. Të thotë instinkti njerëzor nuk lejon. Ju e keni shtu hapsinën ma tepër se 1 metër e sa. Nëse veç dikush më prek edhe më shtyn, sigurisht që unë nuk po bëj. Do thotë skena, sigurisht që bin krejt këto, po. Pak ma fuqishëm me më shty dikush. Kjo del krejtësisht sepse të shënish lëviz. Po paramendon, kjo lëviz, shtrati s'ka lëviz, komodina s'ka lëviz, jasteku s'ka lëviz. Jasteki është i puplave, nuk ka lëviz. E keni jo, e ka marrë gjykata endritnikën, thuja se ky është ku me di çfarë. I ka marrë paramendone 32 plagë që ky ka dhe sot, që janë lipoma, të cilat janë çështje sikur të lythave, e të cilat ky ka operuar në Zvicër, edhe ja kemi bashkangjit dokumentacionin, e kemi të përkthyer dokumentacionin mjekëve ku ka qenë ky në këto intervenime. Paramendone, krejt këto janë konsideru si plagë, këto janë lipoma, janë formë të lythave, që janë 32, edhe që tregoj pis janë. Jo, veç të tregoj. Janë foto. Okej, s'ka rëndë. Po i keni, shkresat janë. Pastaj, gjithë ajo e ka qytë prokurori, dikush e ka qytë katrahur, që ka ndodhë vëmër 403. Paracitet kjo, dikush aludon, përse ka thonë që është gjatë. Kjo është paramendon një pudër i thjesht, që se cila grue, se cila vajzë e ka. Ky pudër është i tillë. Shishja e thyme, kur i shini këto njolla në qarshaf, kur i shini njolla në trupin e ndritit, këto janë thjesht pudër i langshëm, që se cili e din, dhe këtë pudër e keni prej policisë tonë. Do thotë kjo shishja e thyme e pudrit e cila është konsideru si diçka jashtëzakonshme, e i cili pudër, kushdo që i ofrohet dikuj, lën shaja, gjyqtarët e din që nëse dikush veç i ofrohet gjatë përshëndetjeve, gjyqtarët zakonisht, kushdo më falë që ta gjyqtar, ka shenja të njollave të pudrit, do thotë është një situatë e tillë e paspjegueshme, qysh nuk kanë mujt ta me kuptu. Pastaj edhe një herë po kthehemi tek dritarja. Do thotë dritarja është e pamundshme me ra, vetë ekspertë kanë vërtetu, pa shtyrje poshtë lart. Pastaj këto nuk po i bëj publike për ta. E kemi po i keni pak më ndryshe se fotot e opozionit, jo. Po mirën e elaboroj, po jo pa i thyt të publiku, jo të publiku. Për ju, jo për publiku. Si është e mundshme që dikush mos rezistoj, i keni fotografit e anës së majtë të klarës, nuk ka as i lëndim në as një pjesë të trupit. Do thotë, nëse dikush dën me të shty, dën me të rasa, i prokurori ka menu që këta janë, do thotë, një situatë për 50 minuta, nëse kishte me qenë e ti, po jo, po unë dhe për me ka jo. Po këto e nona e majtë dhe nona gjatë të trupit të klarës nuk ka asgjë. Po ju i keni, unë nuk jem të tregu publike. Po ju kishini veç të në zbalume. Mirë pa fotografi. Qysh është e mundshme? Diken, do thotë me gjujt prej dritarës, e cila është e pamundshme që të hiqet përveç me forcë poshtë lart, edhe në trupin e Maria Klarës nuk ka asnjë shenjë të dhunës fizike të shkaktuar nga ndritje. Ajo që eksperti mjekësisë ligjore, sepse na këtu jemi për vërtetë, nuk jemi për gjëra tjera, ka konstatu, unë nuk po ja u tregoj, sepse ju i keni, e ka një hematom 2 cm me 2 cm në pjeshën e poshtme të kamës, së djathtë. Edhe eksperti i cili ka dhënë ekspertizë, Dr. Arsim Gërgjaliu, paramenon e thirr gjykata, një ekspert i cili thekson, thotë, unë nuk kam pas as kallëzim penal,
nuk kam pas as shkresat lëndës, as fotografi, as kurgjëq, edhe e lejon ekspertin me dhënë dëshmi në cilësinë e ekspertit mjekësisë ligjore, edhe pranon gjykata blanko, edhe ajo që ajo thotë se është e vërtetë. Që thotë e ka një shenjë pjesën e poshtme të kanës tek kukulli, 2 cm e gjysmë me 2 cm e gjysmë. Në terma mjekësor ata e thojnë me milimetra. Mirë, po kur e shef fotografin, ajo është një njollë që besoj që shumica e neve që jenë gjykata, po që se veç e prejkë qita, që pja shkaktojnë një njollë, veti. Ja shkaktova, momenti që e prejkë që shtu dishka, i shkaktova 5 njolla veti. Edhe e konsiderojnë që është njollë, sepse ky e ka godit në pjesë kamës. A pjesa e trupit është krejtësisht për para, s'ka kur far goditje. Pa është e mundshme, me pas në qaq ignorant prej personave të tjerë, jo prej gjyqtarë, që mos m'ja bo një pyetje, o ti doktor, po është e mundshme me kone nxime një plagë, e cila po supozojmë që ja ka shkaktu e ndriti për mbrana 50 minuta. Që kjo plagë që ja shkaktova në vetit nuk nxihet për 50 minuta, sa supozojmë që këta kanë qëndru në dhomë. Që i bie që përveç i s'ka kurfar relevanse, nuk është e mundshme. Unë kam pa për shembull edhe ato skena, sepse janë të incizume që montimi i dritarës. Unë kam pa dhe thot në shkresat landës gjithçka, por nuk kam pa të vërtetë. Ne kemi një situatë tepër tran, që truni njerit normal nuk mundet me kuptu, sepse prokurori nuk ka dasht. Prokurori ka mujt me thonë që janë situatat pasqarume. Edhe me qenë se i kemi pas veç 2 persona, nuk kanë qenë 3. Atëherë me qenë se Klara ka ra, po kush është fajtori? Po fajtori o kë. Po që po thojmë që është kë, po kë vetë që ashtu s'ka mujtë në nxjerrë dritare. Definitivisht. Unë tash kam fillu pak mund djersit, po besoj që edhe jo. Momentin që ki, sepse ekspertë kanë thonë, jonë, që ki, ata kanë përshkru lëkura e njeriu, po as kanë thonë dora, as kanë thonë shpina. Momentin që dikush, ullet, rastësisht tonë, që u pshteta që peheqi se dira. Qatë moment, nëse kishë qenë dishka e lëveshme, unë prej saj pozite, me shpinë muj me qunë, është normale, është njerëzore, ju keni me prijetu këtë ndjenë, momentin që ngriteni nga këto karika, sepse i keni lëkurës, edhe shpina ju është në gjithë. Unë nuk po thamë që ka pas verzion tjetër, përveç se Klara ka ra aksidentalisht. Dhe aksidentalisht ka ra, përshka se ka qenë mbështetur aty. Dhe ekspert thojnë, lëkura e njeriut, momenti që është e djersitur, apo është e lagur, ka fërkim tjetër në raport me gjamë, sepse kjo është gjamë. Edhe juve ju ka ndodhë, gjithve ju ka ndodhë që kur ngritesh prej një pozicioni e merë me vetë. Pse për e thamë kështu? Sepse ekspert thojnë, Klara është incizut duke e ra, e gjallë, 3 ore sa ka jetu. Momentin kur ka ra Klara, incizimi i fundit tek recepcioni, e ka incizu edhe kornizën edhe trupin e Klarës. Dallimi simas ekspertëve të fakultetit të inxhinierisë është 0,3 sekonda apo 0,5 sekonda. Qysh është e mundshme që e ndriti e majti dritaren, e gjujti gjallë Klarën, Klara me 1 metër nuk rezistaj, ra bashkë me kornizën. Do të është një çmenduri që njerit normal nuk mundet mendja me ambre që ka qenë ndryshe përveç që është aksident. Unë e di që Klarën familja e saj përjetësisht nuk do ta ketë. Mirë po është ndryshe kur është aksident, ndryshe kur është vrasje, sepse vrasje nuk është. Çka propozoni për këtë? Qëllimi. E kemi një rast tepër tram. Si më në Pronarët e hotelit Pale, vitin 2011, me 1 gusht, vitin 2023, kjo ka qenë pa leje. Vitin 2024, tetor është legalizu, po prap pa leje, është legalizu si objekt banimi, jo si hotel. Qa ndodhë? Gjithçka është incizume, është incizume dhe pjesa poshtë, kur vjen me Klarën, për shkak xhelozi saj, është incizume që shkon dhomë, me Klarën, mbyllë dhoma 403. Ndodh rasti, ndodh aksidenti, Klara vjen e ndriti nisën, e vesh, e vesh setrën e saj, ngusht, pa e nuk ka me rëndësi. Po që ndodh? Ndodh diçka shumë tragjike. Incizimet e daljes së e ndritit nga dhoma 403 mungojnë.
Paramenon e ti mungojnë, incizimet kryesore, ku pronari, jo, menagjeri që djali pronari, ti hoteli thot, o dalin driti një herë, te lifti, më duke të këthy dhe një herë. O dalin driti edhe një herë, por nuk jam shumë i sigur. Mirë po, këto mungojnë. Policia i ka marrë këto, kohën e dur, se përdojmë kohën e dur, sepse gjithçka është, përveç incizimi i daljes së ti nga dhoma, kjo mungon. Prokurori ti mjafton që thot, ajtia e prokurorisë themelore në Prishtinë nuk ka mund të hapë incizimin. Është një që me thonë Violet, Nimani nuk ka mund me hapë një incizim që është shumë i rëndësishëm për ju, po me çka që mjafton. Prokurori me eksperiencë, unë shumë e çmoj këtë prokuror mas pari të mirë. Nuk e dërgon në institutin e forenzikës, po pse kemi në forenzikën? Po dërgojnë forenzikë që atë incizim edhe e shep. Qysh është e mundshme mi mjaftu prokurorit të shtetit që përfaqëson shtetin që mungon është e korruptuar kjo pjesë e incizimit. Dhe paramenone e merren pyetje për me spjegu incizimin që ai paska pozët një, po tash mungon. Çai njëjti njëri që ja ka dhënë incizimin policisë. Thotë unë ja kam dhënë, po e kam po para se më dhënë policisë, e ndriti ka dalë një herë, po kthye edhe një herë, duket se ka dalë dy herë. Ai di pse? Sepse këta që kanë qenë dy kap manal tu flej, thjesht është e pamundshme mu me mbinë që recepcionistja që nuk ja përmendëm emrin, i thot që ka ra një musafire prej katit 6, edhe kjo është në katin e 8 tu flej. Është normale edhe kjo që hyll dhomën 403 me pa çfarë ndodh. Mirë pa aty mund të ketë probleme, mund të ketë manipulim me prova, mund të ketë ndrim të dëshmive, të cilat prokuroria është dashur i pasa transishme, po ajo që secili njeri që shkon veç një ditë fakultet juridik, kur ki probleme teknike, thjesht të dërgon ata që kemi pagu 10 miliona euro, që na kanë ndihmuar edhe amerikanë me pas një institut briljant, të ekspertizave, me pa si është manipulu kjo. Do thotë është diçka tepër e rëndë, pse nuk është bën. Edhe unë prap kam respekt për gjyqtarin e shkallës parë, kryetarin e trupit gjykuese dhe dy gjyqtarë tjerë. Por mu më duket që këta kanë qenë në presion. E pse kanë qenë presion? Unë duket që ka dalë në kalzë pikam, një ditë para seancës së fundit, që dikush i ka marrë 50.000 euro, dikush i ka marrë 10.000 euro, dikush ka dashur me korruptur një prokuror, rajshëm sigurisht, edhe dikush ka marrë edhe në emër dikujt tjetër që janë zyrtar të policisë dhe ka dhe avokat. Po çysh është e mundshme? Mos me arrestu avokatin, mos me arrestu ata dy zyrtar policor që baba i Endrit Niks ka incizime dhe ka bë publike. Mirë po, nuk se cili shumë. Mu më duket, por nuk më një vërtetu, nuk kisha dashur me besu që është pall fajtor nën presion. Jo diçka tjetër. Unë nuk po them që dikush ka qenë i korruptuar. Definitivisht jo. Mirë po, ai ka marrë paret Baxhanaku i babës Endrit Niks 40.000 euro. Po, sepse po thotë çaj zotnia që atje që është baba i tij. Ai ka marrë një avokat 10.000 euro. Po, se po thotë çaj që atje jon. Ai nda të pare edhe me zyrtar të tjerë policisë, unë nuk e them, po thotë çaj. Edhe që është baba e Endritit. Dhe kur kjo del në media, në kalzë.com, një ditë para seancës fundit, gjithë janë në presion. Për këto që pi flet, është prokuroria, nuk është më drejtuar prokuroria. Jo, është për drejtuar Me paraqit, kalzim penal, Jo. edhe proting. Jo, unë e thash. Edhe një gjë, me qenë se këtu po mbretërojnë temperatura shumë të larta, na gjithë e kemi tokë veç. Shumë mirë. Edhe ashtu gjyqtare pata me harru, që me një gusht, jo po e falenderona juve tash, si ekspedimi çfarë do të thonë. Po ju falenderona se për pak harrova. Me një gusht kanë ndodhur rasti ku temperaturat kanë qenë shumë më të larta se kjo. Me qenë se avokati tjetër me vesh, edhe na i marrim vesh edhe ti veshe. Po unë vesh dashta me tregu që kemi të bëjmë me çështje të tjerësitjes së personave. E që ka ndodhur, faleminderit që ka përkujtove, rasti ka ndodhur me një gusht 2023. Na e dim gusht çysh është. Para më nuk kërkush se ka vërtetuar temperaturat e situatës, për shkak se unë nuk po tregoj fotografi, ju e dini. Gjithë e din ata që kanë qenë pjesë e sistemit, pjesë e strukturave të sistemit juridik që janë marrë për këtë çështje. Klara ka ra vetëm me brek. Klara ka ra vetëm me një maic, me një faktikisht kanatiere që do thotë është një maic e që shihet çysh ka ra për shkak temperaturave, sepse kërkush nuk është në gjendje, s'ka arsye, me veshje dimrore kur kemi të bëjmë me një gusht. Do thotë këto kanë qenë fatalitete. Shtetja e Klarës në dritare, ngritja prej poshtë deri lart. Veç edhe një sekundë të shoh. Kemi prokuror taf definitivisht. Edhe kemi gjyqtar shumë taf, shumë të mirë. Po çysh është e mundshme që as prokurorit,
as gjyqtarit, as avokatëve, syron me diçka që është elementare. Po çoje bëjnë një rekonstruim. Po bënë një rekonstruim, shko të vendin ngjarjes edhe sepse është e pamundshme me ja mush menen dikush juve me prova, çfarë do që t'janë, nëse ju vetë nuk shkojnë në vendin e ngjarjes. Nëse nuk shkojnë gjyqtar, paraprakisht prokuroria, në vendin e ngjarjes, për mu binë si ka qenë situata, për shkak se nuk ka mund asgjë të ndryshohet, sepse shtratin e kemi pas që s'ka lëviz, komodën e kemi pas që s'ka lëviz, nuk ka lëviz as jasteku i cili është i tuplave, po ti shko si gjyqtar, s'ko shi trup gjykustu, o të shët qatë vend ku ka rakje qip, sepse është normale që familja e Klarës kërkon dënim me burg përjetshëm. Unë kisha kërku dhe dënim tjetër, po si kemi në sistemin tonë juridik, nëse kisha përfaqësuar familjen e Klarës. Po problemi është që Klara ka ra aksidentalisht, dhe për aksidente dihet çfarë duhet mu bë, duhet me liru e ndritin, sepse është diçka të cilën nuk mundet të thotë askush me vërtetuar që për shkak të shtyrjeve ka mujt prej poshtë lart. Mos me dalën e që veç po e thëm pa prova. Nëse i shty xhami, kështu në situatë prej tjetër. Do thotë, është prej tjetër. Nëse kish rrap me xhami, po themi prapë kish qenë situatë tjetër sepse kish mi mujt me fajsu jo silikoni, jo kjo ajo. Ka ra korniza, imagjinoni po të bëj korniza, është njëjtë sikur me ra muri. Mos mi humb kohën se e keni gjithë shkrume, unë propozoj që endritnika të shpallet i pafajshëm nga ky trup i gjykuar, trup i nderuar gjykues, nga ky panel. Nëse eventualisht nuk shpallet i pafajshëm, rasti detyrimisht kthehet në rigjykim dhe rivlerësim dhe të vërtetohet që kjo vetëm vrasje nuk ka qenë, por nuk ka qenë as vetë vrasje, sepse nuk është shumë e rëndësishme tash me thonë si ka puna e dëshmisë së mjekës, e cila ka folë sa ka qenë Klara gjallë. Po është një situatë tjetër. Na kemi pa se s'mi me qujtë me terme ofenduese. Para me nëne shkon polici, vjen mas jetirin, del e keni një incizim, del edhe fotografon Klarën edhe bën incizime. Pa e prej Klarën heq, vend mi dhënë di, polici e incizan. Kërkush për i sistemi tonë juridik, nuk ka marrë me identifiku atë policë dhe me qitë për i punë. Tonë qësh gudzon njerin që ka ra prej katit 6, me fotografu, me incizu që e keni një incizim. Si tha këto, jënë bo, do të dishka, si kur me para një objekt e jo një qenje njerëzore. Sepse me ardhë me një shtet tjetër, me ardhë për darsën të vlau ti, edhe me ra prej katit të 6, edhe ajo që është rëndësishme për këta, sepse ju e dini, ka ra gjami në tokë, ka ra ky gjam këtu, ka ra, ky gjam qështu ka ra, gjami poshtëm, jo po, do të tregu që nuk ka ra gjami natë, sepse nëse ju më shtyni mu edhe bi me gjam komplet, atëre mund ta këtë shty kë. Por nëse vjen gjami me korniz, edhe është gjami poshtëm, jo gjami natë, do të përvërteton që Klara ka qenë me një pozicion që me trupin e saj, me shpinën e saj, ka mund të nxjerrë kornizën edhe me ra. Këto thojnë provat janë. Faleminderit që më dëgjut, na falni për këto emocione ndoshta sepse unë ndritin nuk e kam pa herën e parë. Unë i kam thonë ky pak ju. Thonë mu 100 herë ma shumë dhimet Klara se kë. Sepse ky është me një dhomë, me televizor, me banjët vetën, me libra, me krejt, është ma i zhvillumtar se kur është arrestu. Po Klara nuk qoftë përjetësisht. Edhe be lejuna një aksident me shëndru në krem, në vrasje tron, është skandaloze. Faleminderit që më dëgjut. I akuzuar ju të një, komite që ka një. Çfarë ti me thonë të një person së poliqë? Unë i përkrahi fjallë të avokatit. Krejtësisht, i kom pas dasajnë me thonë, po i tha krejt avokatit. Roshe, edhe s'kam shumë. Atëherë sa më taj kolegji këtu përfundan, vendimi dhe të me një kolegji ka të shpallë në fatin e asë. Faleminderit.
Jo, a? Shqiptarja? Ah, ok, e kuptoj.